në Pushime on Top. Ne vazhdojmë të jemi tek Zoma by Ecos Resort. Është momenti të nisim edhe për sot me personazhet dhe historitë tona, por më parë duhet ta ndezim perëndimin me një Aperol Spritz, aperitivi perfekt italian që ka zbukuruar me ngjyrën portokalli jo vetëm fotot tuaja, por edhe xhirimet tona të emisionit. Dhe për të gjithë që janë të apasionuar pas Flying Tiger, kemi një kuti misterioze. Ka një lodër shumë të bukur sot aty, lodër Jingle Mingle, që më kujton pak fëmirin, ato aeroplanët prej letre që fluturonin. Mos të zbulo. Deri në fund. Zbulojmë në fund, mos e prish surprizën. Ndërkohë kemi një ditë me plot personazhe historike dhe premtime dashurie. Ha, moj, e gjeta? Ja, gushti është ideal për dasma dhe premtime të përjetshme. Po ti e gjeta? Jo, po kam gjetur këngëtaren, vetëm burri tani më mungon. Këngëtaren për çfarë? Për dasmën. Vetëm ajo do këndoj të dasmën Po, jote. po, Je gjithmonë një hap përpara, nuk kam fjalë. Ja. Edhe vuare që të kjo këngëtare kishte një unaz fejese, kështu që do ta zbulojmë së bashku për ke bëhet fjalë. Ajo nuk ka nevojë për të bërë shumë zhurmë për të qëndruar në skenë. Na ka shoqëruar me balade, hite, festivale, ka ndezur dasmat. Dhe me qenë se jemi në sezonin e dasmave, kam ftuar dikë që i njeh më mirë se kushdo tjetër. Jo sepse këndon në to, po sepse ka lançuar këngën e saj më të re, Dasma e Madhe. Le ta zbulojmë së bashku. Dhe si që kuptuat, jemi me Era Rusin, ekskluzivisht në Pushime on Top. Sa e bukur që e ke bërë sot, nuk e di, jo se si e. Enkas për ty. Ndryqon gjithmonë, më pëlqen që je gjithmonë në formë. Mundohemi. Edhe se kështu si me sezonin, mundohemi. Se besoj që lodhi e madhe. Ti Era i ke kaluar gjithë etapet e një këngëtare. Festivale, kompeticione, balade, hite, dasma, sidomos dasma, ke bërë këngën Dasma e Madhe. Atë ka bërë që të besosh tek dasmat, ose kjo dëshira për të bërë një dasëm? Dëshirë kam, patjetër, po kur shoh sa shumë lodhen këto çiftet e sotshme për të bërë një dasëm, mendoj që në qoftë se do të martohesha vetë një ditë, ose më saktë nëse do bëja dasëm vetë një ditë, do ta kisha diçka më të thjeshtë, më intime, jo Private? Je private? Jam shumë njëri private. Se kam vënë re nuk ke shprehur ndonjëherë për statusin tënd. Zgjedhje? Zgjedhje. Pa. Nuk po të ngacmoj më shumë. Po ti ngacmo, unë them ti thuaj çfarë do duash, unë përgjigjem çfarë do dua. Dashuruar. Si të dukem? Më dukesh e dashuruar. Ashtu. Po të intuita ime nuk gabon. Shohim unazë, pas ke një unazë në dorën e majtë. Është një. Qartë, e kuptuam qartë. Kalimi nga baladat tek muzikë folk, ishte çështje zemra apo zgjedhje e tregut? Kam përshtymin që më zgjodhi vetë, sepse lindi në një festival, si, le të themi, e mora si një sfidë, një këngë Çupolina, që pastaj u kthye në një hit. Në fillim isha pak skeptike, sepse ishte fillimi, le të themi, një ndryshimi të stilit muzikor. E mora si challenge, por që më rezultoi shumë i suksesshëm. Po, të përshtatët. Do t'i që në atë kohë unë doja ta ndryshoja të fjalën Çupolina, dhe nuk më la Pandi Laço, Bashvadi Ile, që ishin dhe autorët e këngës. Dhe sot i falenderoj se po të kisha qenë me mend e atëhershme, nuk do ta kisha bërë hitin. Po nuk e di, më dukej Çupolina thosha, ç'është kjo? Më dukej një fjalë që ndoshta nuk e kisha shumë të Nuk të dukej në trend. Nuk më dukej trend. Po. Po jo se unë jam në një njeri që i gjëmoj trendet, domethënë jam një çik shumë. As vetën se marr vesh nga je. Ti je një person që nuk bën shumë zhurmë jashtë skenës. Domethënë në skenë ndez edhe pastaj ngelesh tek jeta private. Ma kanë thënë shumë të. Zgjedhje apo nuk ja vlen lodhja? Me kalimin e kohës kam kuptuar që nuk e gjëmoj dot. Domethënë këto skupet që mendoj që disa artistë kanë zgjedhur të bëjnë për të qenë on top,
mendoj që duhet t'i shkosh gjithmonë nga mbrapa, duhet gjithmonë të bësh një gjë të re, të shpikësh një situatë. Nuk është gjëja ime. Do të thonë unë gjithmonë kam dashur, mendimi im ka fillonte dhe mbaronte dua të këndoj. Dhe nuk është se kam pasur ndonjëherë që të gjëmoj famën. Tani artistët bëhen të famshëm me një video 15 sekondëshe. Si të duket ty? Po, gëzuar një herë, gëzuar për ty. Edhe për ty. Siç po thoja, një artist mund bëhet i famshëm me një video 15 sekondëshe në TikTok. Të duket e drejtë kjo? Po e drejtë. Është trendi i momentit. Përpara disa vitesh ishte Instagrami, para disa vitesh më shumë ishte Facebooku, kështu që këto trendet ne nuk i... Cili është trendi më qesharak për ty, për një artist? Po nuk e di, se që ishte një herë që do të thënë, mendoj që çdo gjë është me moshë. Se tingëllon pak kështu si çuditshëm kjo gjëra tash po. Nuk mendoj që një artist që ka, ku diun po them tash një karrierë ose një karrierë 30 vjeçare të dalë aty të bëj ku diun ca gjëra kështu të çu. Të duket qesharake. Duket qesharake, po. Jo se nuk jam munduar. Ke TikTok ti herë? Me thënë drejtën, kam një TikTok për një 2-3 vjet nuk e dija si ta ngisja. Tani që mbesat e mia janë rritur, më vën përpara të bëj edhe unë kështu ndonjë gjë, por prap jam brenda asaj kornizës time, domethënë nuk është se nuk dal dot nga ajo vetja, pa. Nga korniza. Nga korniza. Sot është më vështirë të bëhesh i famshëm apo të mbetesh artist? Sot mjafton një skup dhe bëhesh i famshëm brenda sekondit. Por për mendimin tim e rëndësishme është që një artist të lej diçka pas. Dhe është shumë e vështirë që ta ruash të qenurin artist. Ti ke fituar çmime për zërin, për interpretime, publikun. Cili është çmimi që ka bërë ose cili nga këto më saktë ka bërë të ndihesh vërtet fitues edhe cili ka qenë një trofe që mbledh plura? Trofe që mbledhin plura kemi plot. Një? Jo, nuk do ta them. Jo, nuk do ta them, por mendoj që shiko, po rria një ditë kur po i fshija këto plurat. Edhe po mendoja se këtë pyetje që më the. Dhe kuptova që në momente të caktuara, të gjitha ato çmime patjetër që më kanë bërë të ndihem e vlerësuar, patjetër që për shembull një herë në këngën magjike mora çmimin Best Vocal dhe për atë moment ishte gjëja më e madhe që më kishte ndodhur. Sot kuptoj që gjëja më e bukur që mund të më ndodhi është kur dal në skenë ose kur jam e ftuar diku dhe njerëz më presin me shumë dashuri, me duar trokitje. Madje më ka ndodhur një moment shumë i bukur që mbaj mend edhe sot, ka qenë në Amerikë, kur ishim në një koncert dhe më duk vetja kështu si në një rock star, se filluan era. Dhe thash me mua e kanë këto. Domethënë se ditën nuk mësoj. Nuk mësojmë dot me këtë gjë. Sepse është një rrugtim shumë i gjatë, është një rrugtim me shumë sakrifica, me shumë mund. Dhe kur ndodhin këto momentet, mendoj që janë momentet që vlejnë më shumë se sa trofet. Kur ka qenë momenti që ke kuptuar ti që një çmim nuk të bën domosdoshmërisht një artist? Po mund të them që e kam kërkuar, por me kalimin e kohës kur ky çmimi, le të themi, nuk po vinte dhe karriera po vazhdonte, po evolonte dhe po ngjitej, e kuptova që nuk është kupa ajo që ta bën karrierën apo ajo që të bën të jep atë vlerësimi për të kaluar në atë shkallën më tej. Është puna, janë materialet e mira, është, mendoj, ajo dashuria që shkëmbejmë anasjelltas me publikun. Mendoj që publiku ka nevojë të ndihet i respektuar dhe i dashur, ashtu siç ne pretendojmë që të vinë të na ndjekin. Më kupton, është një lloj ndjesie që të dy ne e ndjejmë. Ndërkohë, kam vënë re që nuk i marr pjesë më në kompeticione, festivale,
zhgënjim base apo lodhje? Jo se nuk marr pjesë më rrallë, sepse në fakt të dyja festivalet më të rëndësishme në Shqipëri janë në fund të nëntorit, fund të dhjetorit. Dhe kjo është një, le të themi, një sezon i dytë për ne, kështu që do të thënë duhet të bëj një pakt shumë të mirë me veten time mes ekonomisë edhe Në fund të fundit. Kapitulli mbyllur apo? Jo, nuk është kapitulli mbyllur fare, jo. Unë i dashuroj festivalet, më pëlqejnë shumë, më pëlqen shumë kur ka kompeticion shumë të fortë, sepse atëre është adrenalina më e lartë, por që tani jam në një fazë tjetër. Kjo s'do me thënë që nuk do t'i bëj më. Okej. Kush është më i sinqert, publiku i një dasme apo juria një festivali? Publiku i një dasme. Qa energji e tjep? Publiku i një dasme është të do për atë që jetë, të ka thirrur për atë që t'i bën, kurse publiku i një festivali është aty për të bërë punën e vet. Cila është kënga jote më e nënvlerësuar? Më e nënvlerësuar. Nuk do ta quaj atë nënvlerësuar, por është e çuditshme, është kënga Mos ma merr. Është një këngë të cilën unë e dua shumë, por që kur u krijua, ishim shumë të vetëdijshëm që ajo është një këngë që nuk i përket masës. Kështu që do na këndosh një frazë të këngës? Po është këngë shumë, nuk është këngë vera ajo. Është më prej damarës. Ska gjë. Unë jam në një fazë që dua ti prej damarës. Mami, ase nuk dukesh për e tillë. Thjesht një frazë të vogël, se ta shfrytëzojmë tani zërin tonë. Do refrenin? Strofën? Refrenin. Okej. E ti mos ma merr, të lutem mos ma merr. Çdo njeri t'je pushton, jave gishtin dashuron, po unë tjetër s'mund të kem. E ti mos ma merr, të lutem mos ma merr, me shpirtin zhveshur para teje, nuk e zote unë t'i ktheje, unë t'i ktheje. Ua, na ma gjep, se s'kam zëmër, zot, se s'më dhëroj zërin zotit, pse? Këtu së të ndihmoj zotë. Se të ta përshkruaj karrierën tonë me një këngë, cila do ishte? Ajo që po bëj tani. Nuk ta jap të ekskluzivitet. Në fakt, ka ndodhur diçka e çuditshme këtë vitin e fundit, të shtatori e tutje. Unë kam pas shkruar shumë tekste, dikur. Dhe nuk i kam publikuar kur tekstet e mia. Po pse? Nuk e di. Domethënë, ishin aq shumë, gjithmonë shkruaj në momente shumë personale dhe më duket sikur po të këndoja tekstet e mia, do të ishte sikur t'i lexoja njerëzve ditarin tim. Pa. Dhe ndërkohë tani nga shtatori, më bën ja 20 vjet që nuk më dilte asnjë fjalë. Nga shtatori e tutje, do t'i që më erdhi prapë. Dhe mund të them që jam gati t'i futem punës për një EP vetëm me këngët e mia. Në tekstin të? Wow! Kur mund ta presim këtë? Kur të marrëm intervistën mund të jap ta dëgjosh. Kur të sigurojmë që ke fikur mikrofonin. Mikrofonin, kamerat. Si ndodhi zhbllokimi? Nuk e kuptova as vetë. Nuk është, ose më saktë, kuptova që unë duhet të ndihem shumë e shkatëruar. Në më thënë ishte e shkatëruar. Edhe ti ke mundësi tash ti, do më thënë që të shkruash një tekst. Do shkruaj mi mater, do shkruaj dhe titarin. Mendoj që jam nga ato njerëzit që shkrua në momente më të këqija të jetës. Duke s'më dilte në një llaf i bukur, më dishin gjitha. Por që, nejse, kam kaluar një fazë të jetës time goxha të vështirë dhe mendoj që është momenti që, ose më saktë, e ndjej veten që mund ta flas. Kështu që shpresoj që deri nga fundi i vitit ta kem realizuar si projekt. Ua, me si presim. Po çfarë gabojnë njerëzit në lidhje me ty, domethënë, me mendime? Gabojnë? Pa. Që mendojnë për ty një gjë të gabueshëm.
mendojnë se jam shumë e urtë. Mos më dukesh e urtë, për shembull. Jo, jam shumë e urtë, po kjo nuk do të thënë që të jem përjetësisht e urtë. Kështu që ajo që më vjen keq është që kur mirësia merret për dobësi. Kjo pastaj fillon më bezdis. Tani flasim pak për rekordet e tua, na çuditesh pak me rekordet e tua. Pa hënjer. Dasma më madhe ku ke kënduar, me numrin më të madh të të ftuarve. Diku ke 700 persona. Wow! Edhe e majtë e sa orë? 6? 6 orë ku? Ka qenë këtu në Shqipëri. Në një qytet? Ha? Cilin qytet? Jo, se pastaj merret vesh. Po ka qenë një dasëm vit. Pa. Dasma më e largët ku ke kënduar? Në Amerikë. Domethënë njerëzit i ruajnë ato traditat edhe si në Shqipëri si në Amerikë është thjesht çështje lokacioni dhe mundësie për të ardhur këtu apo jo. Nuk lodhesh. Kaq me pasion e ke këtë punë. Lodhja është në qoftë se i shoh për shembull çiftin që mund të ketë në një problem apo mund të ketë në një situatë. Ka ndodhur që të ketë një situatë? Sa do duash. Ka ndodhur që janë zënë aty në mes të njerëzve. Ka ndodhur që na e ndarë e ne i prisnim. Kjo që të mërshme. Po. Nejse, mendoj që njeriu deri në momentin e fundit ka kohë ta mendoj. Rekordi i bakshishit në fund të dasmës. As këtë nuk e mas dot, sepse nuk jam këngëtare që e mas shumë të pjesën e bakshishit, ja u lë çiftit. Tash po deshën ata me zor me ma dhënë unë s'do. Nuk do refuzojnë se. Por që Leku për të marrë është. nuk bëj diferencime në qoftë se ka një çift shumë para, apo ka pak para, apo të gjërat, jo. Dasma më e çmendur. Dasma më e çmendur ku edhe vetë, do të thënë, akoma e mbaj mend, ka qenë një çift nga Anglia, ata ishin me 2 fëmijë të rritur, nusja ishte shqiptare dhe ëndri ishte anglez, dhe ata ishin të çuditshëm, të frikshëm. Qa bënin? Pinin, kërcenin? Okej, nuk ka ndonjë gjë se do pish dhe do kërcesh, po ata nuk, do të thënë, ishin pa filtra. Ata dhe dasmorë, do të thënë ata të gjithë bashkë, ashtu siç ishin, erdhën të gjithë të pirë. Dhe ne në fillim nuk po merrnim vesh çfarë po ndodhte. Pastaj e kuptuam dhe imagjino dhe ishim aq u hallakatëm të gjithë pastaj. Dhe u hallakatëm aq shumë sa pastaj haruam të nxjerrim dhe tortën. Dhe i them, ishte orari që do të thënë nga që ishte dasma jashtë, dhe brenda orës 12 do të mbyllnim dasmën, dhe ishte ora 12 pa 5 diçka e tillë, dhe shkoj dhe i them, ata nxjerrim atë tortën, tash do na vi policia te dera. Dhe s'kemi as mosh tash të shkojmë nëpër rajon, tash, se tha ajo ishte pak e madhe. E tha, ecmi aty do me gjithë torta. Nuk e vrau momentin fare. Më shumë duke u interesu ti. Dhe një gjë, që më bëri shumë për të qeshur, ishte me fustan të zi. Wow! Po, edhe i thash, po më qafsh tash, më thuj tash, pse e vesh këtë fustanin e zi? Ta mori vesh ai, tha që do t'i nxije tjetër. Ajo ishte piper! Qa perle! Një dasëm që të ka përlotur. Më ka përlotur, dëgjoj, të them të drejtën, shumë dasma më përlotin, nuk është vetë një. Sepse dasma në vetvete mban shumë emocione. Edhe momentet për shembull kur kërcen babai me vajzën janë shumë të bukura, ose anasjelldas nëna me djalin. Momentet për shembull kur janë me fëmijë dhe bën një dasëm dhe kërcejnë të tre, ose që hyn fëmia me karrocë, pastaj vjen me makina, edhe pastaj hyn çifti. Do të thënë, më pëlqejnë dasmat, i shijoj. Dhe tani më kam arritur dhe të kuptoj kur çiftet vërtet duhen, për shembull, sepse ka raste që e kupton që Të duen. të duhen, dhe është gjë më e bukur në botë. Kërkesa më e çuditshme që të ka ardhur.
Nuk është se kam në një kërkesë të çuditshme. Maksimumi që mund të më thonë, që më kanë thënë, është Yvi të këndoj në maj tavolinës, por që nga njerë... E bëj vetë. E bëj vetë, pa nga kërkuar. Jo në dasma, natyrisht, se dasma është i çik më kështu. Por që, jo, i kam serioz njerëz. Klientët. Dasma më bukur VIP. Shiko, unë nuk e kam, nuk di të them dasma më e bukur VIP, sepse unë i kam konsideruar gjithmonë miq, koleg, dhe nuk e kam atë marrëdhënien e të qenurit VIP. Plus njerë që edhe po të ishte nuk ta them dota, kupton se na fut në sherr. Po dasma VIP që do doje të këndoje, një qift që do doje të martoj. Se në çdo vend gjithmonë na marrin për ditëlindje, a më na këndon një këngë. Na marrin dasëm, a mos do ta këndosh një këngë? Po na linë radhë, do të bëjmë çet, shkretët. Si ke planet era? Çfarë planesh kemë për të ardhmen? Përpos EP që e morën vesh do jetë me këngët e tua, do një plan për dasëm, do një plan për pushime? Pushime. A ekziston pushime? Hanjit. Ti që kam filluar të kuptoj që këto pushimet, dhe sa unë gjatë gjithë sezonit do të thënë bëj pushime, nuk ose nuk bëj. Do të thënë kap qatë kap. Do 2 ditore, 3 ditore. Pushimet e ideale për mua dhe t'ishin ato... Një mujore. Po tamam, muaj njalti. Me partnerin, sigurisht. Që vetëm nuk shkohet. Faleminderit shumë Era Rusi për energjinë pozitive që na solle dhe shpresoj që kur të martohem unë të vishë dasmë. Nuk do vi pa lekë këtë dasma jo. E them Ja, e thash. Hajnë qi.